ndodhet edhe drejtuesi politik i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, ku diskutimi duket se është mjaft serioz. E kemi pamundur që të dëgjojmë se çfarë konkretisht është biseda që është duke u realizuar, por sidoqoftë një lloj bisede që përfshin një çështje mjaft serioze dhe disa rezerva që kryetaristi Edi Rama është duke i dhënë këto zoti Dreda. Po, këto janë pamjet pra Klesiana që jemi duke ndjekur prej disa sekondash. Duket se ka një diskutim në formën e debatit nga kryetari i partisë dhe kryeministri Edi Rama me kryetarin e Bashkisë së Vlorës me zotin Ermal Drella. Diskutimi duket se vazhdon teksa kryetarin Drella ne kemi patur në komunikimin e drejt për të diskutuar dhe për të sqaruar edhe problematika që kanë të bëjnë me sezonin veror sa i takon qarkut të Vlorës. Për shembull, mungesa e ujit të pishëm është njëri prej shqetësimeve me të cilin janë përballur turistët vendas dhe të huaj atje, por edhe banorët e qytetit dhe ne kemi patur në komunikim të drejt për drejt në intervistë pra zotin Ermal Drella, i cili duket se është duke e vazhduar diskutimin me kryeministrin dhe kryetarin e partisë Edi Rama prej disa minutash, ndërsa ndoshta me çështje që kanë të bëjnë për turizmin apo për çështjet e tjera të angazhimit politik atje, por siç jemi duke e parë pra në këtë momente, ky është diskutimi që janë duke bërë prej disa minutash